Hej pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar lojën e cila në fakt ka nisur që natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit. Do ndaloj tek personazhi juaj më i dashur, tek personazhi i cili vitin e kaluar mori duartrokitje për qëndrimin e tij stoik, një personazh që ka qenë i guximshëm në gjithçka që e ka thënë dhe në fakt të guximin e kishte edhe mbrëm. Eduard Kuçi. Eduard Kuçi shumë pëlqyer për publikun. Eduardi është i vetmi banor që ka hyrë me publikun nga mbrapa, që ka hyrë me fansat nga mbrapa dhe me dashurinë e madhe të fansave. Mbrëm u bë pjesë e shtëpisë, por mbrëm Eduardi nisi publikisht, do ta them, edhe lojën në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Çfarë bëri Eduardi konkretisht? Ju e dini që pika kryesore dhe pika më e dobët, sidomos tashmë e banorëve të rinj të cilët nuk kanë patur një eksperiencë, sepse Eduardi e ka patur këtë eksperiencën dhe tashmë e ka ndjekur, ka qenë pjesë e lojës dhe unë jam shumë i bindur që do të jetë Edi një fenomen i këtij formatit, ka një pasqyrë se si do të lëvizën, se si do të vepron, çfarë lojrash do të bën dhe çfarë strategjie të përdoren për të provokuar banorët, për t'i nxjerrë nga vetja dhe për të krijuar dinamikën dhe në fakt Edi këtë gjë ka nisur që natën e mbrëmshme. Çfarë ka bërë ai? Tensioni mbrëm u rrit në dhomën e gjumit pasi që Edi nuk toleronte që banorët të flenë. Do të thënë, le të themi themra e Akilit, pika e dobët e banorëve në Big Brother është gjumi, sepse atë e kanë mungesë, ajo është që i mbush me energji që ato gjatë gjithë ditës, do të thënë, të jenë atraktiv, të jenë aktiv, të jenë pozitiv dhe të bëjnë lojën sa më interesante. Dhe Edi filloi që natën e mbrëmshme ti prekën në këtë pikën. Filluan pak tensionet, filloi pak agresioni, le ta quajmë, filloi pak inati në Big Brother, pse ti do me thënë të jesh dominanti, pse ti ta urdhërosh këtë pjesën, dhe unë e shikoj që Edi dëshiron që të paktën në prajmin e së premtes të krijon një lloj dinamike dhe të komentohet kjo dinamika, do me thënë ka hyrë me një energji, me një super fuqi ashtu siç në fakt e prezantoi. Banorët mbrëm kanë qenë shumë të tensionuar, por nuk e lejonin veten e tyre, do me thënë kishin një farë lloj vet kontrolle, nuk e lejonin veten e tyre që të dalin deri në pikën që ato do me thënë të jenë luftarak apo të luftojnë në fakt me njëri tjetrin. Por gjithsesi dua ta marr mendimin tuaj, si ju duket energjia e Edit në ditët në vazhdim.